Prokuria e Tiranës ka përfunduar hetimet për vrasjen me thik të 41 vjeçarit Asim Gjoni nga babai i tij Hekuran Gjoni. Ky i fundit 74 vjeç akuzohet për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare dhe tashmë dosja është dërguar gjykatës, ku nëse shpallet fajësia rrezikon një dënim nga minimumi 20 vite deri në burgim të përjetshëm. 74 vjeçari ka treguar gjatë fazës hetimore detajet e krimit brenda familjes që tronditi Tiranën në një shkurt të 2025-s. Ditën e ngjarjes kur jemi ulur për të ngrënë bukë, djali nisi të më ngacmonte me fjalë. Pasi nisa të ndjehem keq në një moment, jam acaruar dhe e kam qelluar me shpull në fytyrë. Më pas djali Asim Gjoni më kapi nga rrobat dhe më tha mos më gjuaj. Në këtë moment ka ndërhyr vajza e cila i ka thënë pse sillesh me babain kështu, dhe djali i ka dhënë asaj një të shtyrë të fortë, duke e rrëzuar për tokë. Në këtë moment jam acaruar shumë, kam kapur thikën e bukës që ishte në tavolinë dhe kam goditur djalin një herë në bark. Sipas prokurisë së kryeqytetit, goditja me thik i shkaktoi të riut plagë fatale për jetën në organet e brendshme jetësore, ndërsa ekspertiza përcaktoi se shkaku i vdekjes ishte shoku i rënd traumatik hemoragjik.